Më kanë dhunuar dy të rinj që nuk i njeh dhe se kam iden përse, sepse më provokuan, pasi më provokuan më goditën. Dhe nuk kaq është, nuk është se kam ndonjë nuk mund të them gjë më shumë se nuk e di çfarë ka ndodhur. Kur ndodhi? Para 2 orësh, para 1 ore sa. Në qytetit, po i la karburant, në një pikë karburanti dhe kaluan aty edhe, pasi më provokuan. Doli nga makina, dikush erdhi nga pas më goditi me mjet pres, nuk e di me çfarë. Edhe kjo ka ndodhur dhe nuk ka ndodhur në mënyrë menjëshme, nuk e kam iden dhe nuk mund të them tani arsyet si që është tek, por pash ishte një provokim për cilin do më vonë do ta shikojmë çka ka ndodhur. Nuk i njeh. Jo, nuk i njeh, që ndjem të rinj, po mosha 30 vjeç, 25, 30, diçka tjetër. Pate dëmtime shumë? Po kam dëmtime në kokë, kam dëmtime, 4-5 dëmtime në kokë, pjesën e pasme të kokës. Ndodhe pa përgatitur? Po pa përgatitur se nuk është se kam konflikt me njëri, kupton, nuk është se kam konflikt përveç gjirave të, nuk është se kam konflikt. Si ndjesh tani? S'jam mirë, më kam edhimi e koke, kjo është. Faleminderit.